dhënë një përgjigje duke thënë se do vijoni betejën. Por pyetja ime është kur keni ndërmend të mblidhni forumet për të shqyrtuar qoftë edhe për të marrë një vendimarrje lidhur me mandatin tuaj? Forumet janë aktive më shumë se kur sot, po merren me analizën e gjithanshme të farsës. Do përfundoj lufta për ndërgjegjësimin e Shqipërisë dhe të botës për farsën elektorale dhe do merren të gjitha vendimet. Kjo është një parti demokratike e cila ka faktuar që ka të gjitha atributet e një force demokratike. Por, të harroj kush, se mund të mashtroj shqiptarët apo demokratët se farsa elektorale fitohet nga opozita. Farsa elektorale nuk fitohet nga opozita. Dhe ata të cilët duan të apo rreken të provojnë këte, ata ignorojnë efektet e arrestimit vitin elektoral të liderëve të 3 partive kryesore së ndjekjes penale si dhe deputetëve. Pra ignorojnë terrorin politik. Ata ignorojnë shtetin elektoral, i cili shpërndau në këto zgjedhje 100 euro për 48% të votuesve, zgjedhësve, pensionistëve, i cili fali me vendim qeverie 200 sa milion euro gjoba 2 ditë para zgjedhjeve dhe kamatat e tyre, i cili ngriti shndroi punojës të administratës të patron, votuesve strever që i kontrollonin, dhe që ngritën ku në mbar vendin zyrat paralele të qendrave të votimit. Ignoron përdorimin e mira leve të legalizimit, licencave, certifikatave të pronësisë dhe leve të ndërtimit për vota. Ignoron të gjitha në kundërshtim me ligjin. Përdorimin e 500 milion euro për prokurime të paligjshme publike. Ignoron organizimin e 4500 ngjarjeve, më shumë se 3 vite gjysmë të marrë bashku para janarit, nga janari gjerësot, për ndikues zgjedhësit. Ignoron, këndon këngën e pojës, Suel Çels dhe efektet e tyre. Ndaj dhe ka, unë e kuptoj që Edi Rama, mediat që më shtesën ata janë thellësisht interesuar të gjejnë çdo lloj preteksti dhe çdo lloj mundësie për të mbuluar farsën, po dielli me shosh nuk mbulohet me asgjë. Kjo është përgjigjja ime. Zoti Berisha, pavarësisht thirrjeve tuaja dhe kërkesave të depozitura nga ana e Partisë Demokratike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet në bazë të qarqeve. Partia Demokratike do të kërkojë